tash unë se kam pa në detaj ankesën e listës serbe, mirë po nëse ankesa e listës serbe drejtuar gjykatës kushtetuese me preteksin që i takon e drejta kushtetuese asaj partije që ta ketë nën kryetarin është plotësisht e gabuar, sepse gjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese e ka zbatuar një parim zhbllokues, që do të thotë që në rast se partia e cila e ka të drejtën, do të thotë bazuar në rregulloren e Kuvendit të Punës, e cila ka të drejtën për të propozuar kandidatin për nën kryetar, duhet të bashkëpunojnë. Në rast se nuk bashkëpunon, atëherë natyrisht që i jepet e drejta ekskluzive sipas rregullores kryetarit të Kuvendit që ta interpretojë dhe të vazhdohet me procedurë me tutje. Në parim, unë e konsideroj se çështja e konstituimit të Kuvendit, nëse i referohem gjykimin e gjykatës kushtetuese, është e përfunduar. Thotë Kuvendi është i konstituar dhe i ka kryetarin dhe nën kryetarit. Tani pra gjithçka ka qenë sipas gjykimit që kishte kërkuar gjykata kushtetuese. Natyrisht se lista serbe ka refuzuar të propozojë një kandidat nga një parti tjetër e cila nuk është pjesë e grupit parlamentar të asaj liste, me preteksin që ai kandidat nuk i përfaqëson interesat ose komunitetin. Realisht, gjykimi i gjykatës kushtetuese, po ripërsëris edhe një herë, se në terminologjinë juridike njihet si parimi mutatis mutandis, është thirrur në këtë parim që pavarësisht që e ketë të drejtën kushtetuese të garantuar për të komuniteti i shumicë serbe për të propozuar nën kryetarin, dhe kjo është rregulluar edhe me rregulloren e Kuvendit, nuk e ke të drejtën me abuzu me drejtën kushtetuese. Do thotë nuk mund të abuzosh me një të drejtë që ne ke të garantuar. Andaj, ky parim e hap rrugën zhbllokuese që të vazhdojë me tutje konstituimi i Kuvendit. Dhe kjo gjë është bërë. Tani, për mua do të ishte absurde nëse gjykata kushtetuese do të caktonte ndonjë masë apo do të pranonte kërkesën cilën e ka deponu lista serbe. Unë vërtet do të isha shumë kurrështar të shoh se cila është baza mbi të cilën gjykata kushtetuese do ta merrte si të pranueshme këtë ankesë të listës serbe, sepse realisht nuk ka çka për të thënë me tepër. Gjithçka që është thënë, që është dashur të thuhet, dhe fatkeqësisht është dashur të ripërsëritet disa herë me gjykimin e gjykatës kushtetuese se si do duhet të konstituojë Kuvendi. Prandaj këtu nuk ka, unë për këndvështrimin tim nuk shoh që ka ndonjë shkelje të drejtës kushtetuese të cilën e ka komuniteti serb. Kushtetuta nuk garanton të drejtën ekskluzive asnjë partie politike. As më tepër kur kemi të bëjmë për komunitetin serb.